Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të komentuar pak një deklarat të ish banores së Big Brotherit, Juliana Nurës, e njohur si Juli, e cila ka dhënë ca deklarata të fuqishme kohëve të fundit që, do me thënë, ka dhënë ca mesazhe duke thënë që femrave nuk ju duhen meshkujt, mund të bëhen nëna vet, që në fakt ka marrë shumë kritika nga ana e personazheve publik. Unë njëherë të lexoj lajmin, pastaj bëjmë komentimin. Juliana Nura ka ndarë për publiku një nga rrëfimet më personale të jetës së saj në një nga emisionet shqiptare, ku për herë të parë ka treguar hapur rrugtimin drejt mëmësisë përmes fertilizimit të in vitros dhe pritjen e binjakëve. Do me thënë, Juli është duke pritur binjak. Në këtë emision, ajo shfaqet në momente tejet intime dhe emocionale, duke nisur nga çasti kur mëson për shtatzanin, momenti testit pozitiv, e deri tek vizitat e para mjekësore ku dëgjon për herë të parë rrahjet e zemrës së binjakëve. Këto skena të kapura në mënyrë të drejtë për drejtë tregojnë Julianën me gëzimin, emocionin dhe lotët, ndërsa përjeton një periudhë që ajo vete ka quajtur ëndra e saj e fëmijërisë. Në një moment tjetër të rëndësishëm të episodit është edhe komunikimi i lajmit me familjen e saj. Nëna e Julianës, e prekur nga lajmi i shtatzanisë së vajzës, ka reaguar me emocion të madh para kamerave, duke shprehur gëzimin e saj si nënë dhe si gjyshe. Ajo tha se lumturia e vajzës së saj është edhe lumturia e saj dhe se ky është një bekim i madh për familjen e tyre. Në këtë deklaratë që ka tërhequr vëmendje, zonja në fjalë është shprehur jam shumë e lumtur si nënë dhe si gjyshe, kur Gjuli është e lumtur dhe unë jam e lumtur. Unë jam vetë nënë dhe tashmë po bëhem gjyshe e 12 nipave dhe mbesave dhe ky është një bekim shumë i madh. Tani, për këto deklarata, sepse Gjuli ka dhënë ca deklarata të forta, duke thënë që për shembull sot më nuk duhen meshkujt, nuk duhen burrat, vajzat mund të jenë të zonjat e vetes, duke edhe vetë lindur, por për shembull Xheneta dhe shumë personazhe të tjerë nuk e kanë pritur mirë këtë gjë. Unë mendoj që përzgjedhja për të bërë fëmijë është përzgjedhje personale. Dhe në këtë rast, me patjetër që Gjuli e ka përzgjedhje personale. Por të japësh deklarata të këtilla, mua nuk më duken njerëzore dhe normale. Dhe për këtë gjë, unë do të sjell videon që ka fol Xheneta Fetau. Jam të urrëzit që të edhe kash të i këshy do video, do gra që të thonë shumë mirë ka bo Gjuli, shumë mirë ka bo Gjuli. Une nuk jam kundër një njeri që vendosë me jetu jetën e vetë bashkë që shdan vetë. E ka drejtën e botës, po jam kundër që ti me menu veç vetëm se ti i ke bot tash 30 e diçka vjet, edhe mendon që suksesi i femnes është veç me u bo prind, është shumë gabim, se për mendimin tem ti je shumë egoiste që i bjen në jetë dy engjëj që janë shumë të pafajshëm, edhe që s'mujnë kur njetën e vetë me ditë se kush është baba. Ti kur atë ndjenjë nuk mundesh m'ja u plotsu ndjenjen e babës, sa dush që ti mundesh me ka një super non, e m'ja ofru ma të mirat e botës, atë ndjenjen e babës nuk mundesh m'ja u plotsu. Edhe fëmija ka drejt, sa dush me ka një mira e i keq prindi, me e taku njëherë njëtën e vetë, se kush është, edhe të faktin me e ndje qatë aromë. Masanenaj është krejt diçka tjetër që ka njerës që ju mbaron dashuria, ndahen, ka prind të papërgjetshëm që kur ndahen nuk kujdesen për fëmin, po është plotësisht temë tjetër. Për menimin tem, senin mu Gjuli gjithë më ka pëlqy për femrën e fortë që është, po për që të sen nuk më ka pëlqy as pak. Menoj që është sen shumë që ti mendon veç se u lidha. Ti mendon veç për veten edhe mendoj që ka të bëjë që mundesh me kanë shumë njeri egoist, njeri i keq. M'fal se ti mundesh me kanë në ato ndjenjat e tua shtatzanis me hormone nalt e poshtë, që apo di on, po mendoj të kësa here ke gabu. Mendimi jam personal.